Unë jam Siana Agashi, pra jem në klasën e 7 dhe ndjeki shkollën në Shkolla Pavarësia në Prishtinë. Unë në kohën e lirë më së shumti pra jam e ngarkuar me detyra, por edhe më pëlqen të mësoj, sepse kam si një knatësi në veti, se kam qef të arrij shumë në mjekësi dhe po ashtu në kohën e lirë edhe përveç mësimit, unë e bëj pundore, lexoj pra manga, edhe kam shumë tjera. Për shembull, edhe më pëlqen të gatuaj në kuzhinë, pjesa e kuzhinës edhe më takon. Mirë, shumë. Të pas kemi pra talente edhe në kuzhinë edhe gjithka kështu, Siana. E the që të pëlqen shumë të mësosh edhe e ke fokusin 100% atë, sepse dëshiron që në të ardhmën të arrish shumë, e aq më tepër në fushën e mjekësisë. Pra ti e pas ke zgjedh të ardhmën tënde, një mjek e pas ke me u bo, a? Po, sepse kam qef edhe t'i bëj krenar familjen tem, edhe të bëj krenar vetën, sepse në mjekësi edhe më kanë të shumë raste në ortopedi, për shkak se më ka ra shumë raste, po kam qef edhe leukimiste, për shkak se në Kosovë nuk kena shumë leukimiste që fokusohen në kancerin e gjakut. Pra këto janë dy fusha që ndoshta ti synon për të ardhmen në mjekësi. E the e para për shkak se të karon ndoshta në atë pjesë dhe tashmë e din se sa e rëndësishme është, ndërsa kjo e dyta është për shkak të mungesës që e kemi në Kosovë. Kur flasim për ty edhe për pasionet tua, fillimisht ndalim edhe tek shkolla, cila është lënda jote e preferume, ku e gjen veten më shumë Siana, ku ndoshta është kështu më e dhënën, çka të pëlqen më shumë me mësu, cila është lënda që ndoshta edhe kur ki kohë të lirë lexon për qef kështu. Pra është një surprizë për moshatarët e me, por është fizika, sepse pres jam dalë në klasën e 6, kam pas një lloj si pëlqimi në fizik dhe më shumë e kam ka formulat, sepse janë shumë interesante, dhe po ashtu kam qef të di për çdo shkencëtar dhe për çdo formulë që e kanë bërë dhe teorinë gjatë fizikës. Pra në kohën e lirën e lexoj për fizikë dhe kam qef të di çdo cep të fizikës. Mirë shumë, një lëndë që e the edhe ti ndoshta është befasi për shkak se cilësohet si një prej lëndëve më të vështira në shkollë, sidomos në shkollën fillore, kështu të themi, sepse i ka do formula, do sene goxha të vështira kështu. Mirë shumë. Siana, the që pasion e ke punën e dorës. Qysh ka nis pasioni për punën e dorës? Sepse përveç që sigurisht maron bizulike ndryshme për dure, po ashtu varet se për qoftë, the që e bën edhe punën me grep. E ke pasion të trashëguar prej dikujt në familje, apo qysh e ke mësu? Pra me grep, ka qenë që gjatë verës, kur kam qenë të dojtë, pra kam par hallën e mamit tem, edhe e ka qef që me pundore, tani ku marrë prej asaj, se më ka inspiru shumë, edhe këm pas qef me mësu si aje, se i ka pundorit shumë të bukra, edhe për që ata më ka orë qaj si ndjenje që kam qef më kanë si aje për pundore.